204 vjetori i fillimit të revolucionit grek kundër pushtuesve otoman më 25 mars 1821 përkon me festën kombëtare të Greqisë. Pikërisht tur në Pallatin e Kulturës së Dervicianit fillon rituali i aktiviteteve të shumta në zonën e minoritetit etnik grek, kushtuar fillimit të revolucionit të 25 marsit 1821. Kryetaria e shoqatës Dervi zonja Kostando Ksera Baruta, në fjalën e përshëndetjes ju referuar rëndësisë historike të revolucionit grek, si dhe falenderoi të pranishmit për pjesëmarrjen. Ndërsa kryetari i fshatit zoti Filip Boboli shprehet se banorët e Dervicianit janë krenar për këtë përvjetor historik të cilin e nderojnë me këtë aktivitet artistik. Në çdo vit festohet kjo fest ka rëndësi të madhe për neve, edhe ne jemi këtu për të shprehur edhe neve atë gëzimin që kemi për atë festën që kemi. Prandaj edhe kryeplagësia dhe shoqata, prandaj veprojnë në këtë mënyrë për këtë aktivitet. Përveç organizatorëve, për të pranishmit interpretuan grupi i valleve popullore të Bashkisë së Janinës, si dhe kori i këngëve të Korfuzit. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία. E pritëm me kënaqësi ftesën e organizatorëve për të marrë pjesë në aktivitetin, që i kushtohet festës kombëtare të Greqisë. Derviciani dhe Dropulli na pëlqejnë shumë dhe na bëri përshtypje mikpritja dhe bujaria e banorëve vendas. Είμαστε ιδιωτέρως χαρούμενοι, καθώς εκπροσωπούμε το χορευτικό του Δήμου Ινιτών σήμερα. Përfaqësues të trupit diplomatik të Greqisë në Gjirokastër ishin të pranishëm në këtë aktivitet, i cili vazhdoi deri në orët e vona të mbrëmjes, duke krijuar një atmosferë mbreslënëse.